Në mbledhjen e grupit parlamentar të socialistëve, kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja prezantoi dokumentin që synon ndryshimin e nenit 242 të Kodit të Procedurës Penale. Sipas këtij ndryshimi, përveç deputetëve dhe kryebashkiakëve nuk mund të pezullohet nga detyra presidenti, avokati i popullit, kryeministri, zëvendëskryeministri, ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetari i KRSH-s. Dhe ky rreth subjektesh shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendëskryeministrin dhe ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Manja argumentoi se ndryshimi i propozuar plotëson një bërshllok ligjor, ndërsa kryeministri Rama theksoi se ai nuk cënon as pak pavarësinë e gjyqësorit, por vetëm vendos kufi për ndërhyrjet e mundshme te sistemi gjyqësor në punët e ekzekutivit. Unë mendoj që bërshllëku është në trut e atyre që nuk i dhanë drejtim, bazuar në frymën e kushtetutës dhe bazuar në modelin demokratik të ndarjes pushteteve, jo në të gjithë Europën, por në të gjithë planetin. Ajo që e bën skandalos, të pa justifikueshëm dhe të pa pranueshëm pezullimin nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pa filluar akoma as gjyqi për një antar të kabinetit qeveritar, është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Dhe të gjitha ato funksione që solli në vëmendjen tuaj kryetari i Komisionit Ligjeve si pjesë këtij grupi nismëtar për këtë ndryshim, janë funksione të cilat nuk ushtrohen dot pa personin. Kreu i qeverisë u ndal edhe te çështja Balluku, duke konfirmuar se zëvendëskryeministria kishte dorëzuar dorëheqjen 3 herë, por Rama kishte refuzuar çdo herë pranimin e saj. Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje 3 herë. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Ai theksoi prerazi se me këto ndryshime ligjore nuk cënohet as pak pavarësia e gjyqësorit, por synohet vendosja e një kufiri mes pushteteve për funksionimin e shtetit demokratik. Vim tek mosvendimi. Çfarë bën mosvendimi? Mosvendimi bën që çdo njëra nga ato figura që u përmendën në relacion të jetë vulnerabël ndaj pezullimit. Dhe nga ana tjetër që kufiri ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hynë e dalin qend dhe mint. Këtë bën kjo. Dhe ne këtë nuk mund ta lejojmë, shumë e thjeshtë. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me asnjë cënim të drejtave që jep pushteti gjyqësor pavarësia që i kemi dhënë ne me vullnetin ton të lirë dhe të pa diskutueshëm pas 100 vjetësh. Drafti pritet të diskutohet në kuvend dhe sipas qeverisë, ndryshimet do të shërbejnë për të vendosur qartësi ligjore dhe për të mbrojtur funksionimin demokratik të institucioneve pa cënuar pavarësinë e gjyqësorit.